qëndrimi amerikan ishte shumë korrekt ndaj Shqipërisë me këtë që tha. Është e vërtetë. Tani pse Amerika, sepse kur na sulmon ose kur bënin kombinacione grekët dhe serbët donin të merrin territore. Po. Nëse Amerika nuk do të merrte territore, do të rrezonte demokratike pro-amerikane. Pyetja ime është, pse bashkëpunonte me serbët dhe me grekët? Po pyetja nuk është dhe aq ashtu, po do të kthej përgjigje. Për shkret normale, për të arritur qëllimin, shpesh do të duhen edhe element që unë nuk i kam, por i ka i tjetri. Për shembull, e di çfarë thonë amerikanë në planin e tyre, me që përmende bazën këtu. Kur erdhi puna që ne të kishim një bazë nga ku ne të ishim pranë territoreve shqiptare, sa ata ishin matan Atlantikut amerikanët, por dhe fizikisht ishim më afër, po dhe si terren dhe bazë stërvitje trajnimi, por edhe prej aty për t'i dërguar në territorin shqiptar, nëpërmjet arit ose detit, thotë ne ishim zero, thotë. Ndërsa anglezët na ofruan një infrastrukturë thotë të gatshme. Dhe kjo ka qenë ka pas në Maltë, ka pas dhe në Korfuz. Dhe në Korfuz. Se një pjesë e diversantëve të tyre, ata i dërguan nëpërmjet dy vilave që kishin në Korfuz, po dhe nga Malta. Kjo ka qenë një kështjell e ndërtuar nga Bonaparte, i cili është e përdori. Kjo është kështjell, se shumë e fortifikuar. Kështjell. Po. Kështjell. Dhe këtu ishte baza. Aty ndërtuan atë ku stërviteshin diversantët shqiptar, që dërgoheshin me misione. Tani, ju keni thënë një intervistë, dhe në libër keni shkruar që nga gjitha operacionet e cilës janë vrarë 1000 shqiptar. Po. Ndërkohë, dua të kujtoj thënien e famshme të kryeministit britanik Tony Blair, i cili tha 2 janë dështimet më të mëdha të shërbimit britanik sekret në bashkëpunim me CIA. Një në Shqipëri në vitet 50 dhe një në vitet 2000, sa 2004 i bie si 2002-2003 në Irak. Tani kjo ka hyrë në historinë e shërbimit sekret botror? Do ta them. Po. Shiko, edhe Tony Blair nuk dua të bëj të mençur, në them çfarë thon dokumentacioni dhe çfarë ka dalë nga dokumentacionit edhe mbas 2000-s. Po. Tony Blair ka thënë atë që një fakt që njihet botërisht, cilën që operacionet e britanikëve dhe të amerikanëve kundër Shqipërisë dështuan. Kjo është pranuar botërisht. Ka një gjë, ata thonë që është vështirë nga një fuqi e madhe të pranojë që një i Votskël ashtu. Dhe ata kanë thënë që dështimi nuk na ka ardhur nga shqiptarët, por na ka ardhur nga sovjetikët dhe veçanërisht nga një emër që quhet Tradhtia e Kim Philbit. Këta e ka thënë zyrtarisht britanikët? Po. Jo vetëm aq, po janë botuar, mund të ketë. Unë kam në shtëpi duhet të kemi 17-18 libra me këtë subjekt, të shkruar nga autorë të ndryshëm, pjesëtar të operacioneve, oficer, jo agent. Më i rëndësishme që ai tradhtie e madhe. Tradhtie e madhe, po. Ai ka qenë autori i saj, ka qenë antar i Dhomës Lordëve në Angli, kryetari i Komisionit të Sigurisë të Anglisë. Kush? Bethel, Lordi Bethel. Betheli, bile ka ca histori interesante, nga që Betheli u fut dhe kërkoi historinë e vërtetë, sepse britanikët i kanë mbajtur sekret gjitha këto. Asnjë dokument nuk kanë ekspozuar. Amerikanët i kanë deklasifikuar dhe kanë nxjerrë pafund dokumente. Unë kam marrë, mund të jenë mbi 150.000 faqe dokumente, dhe nuk kam lënë gjë pa lexuar. Këtë të më falësh, po ta them siç është. Britanikët nuk ashtu. Unë i kërkova një miku tim, t'ja u them. Ju thash që një ndër gazetarët MNZ, më falësh, historian MNZ që ka sot Anglia, është një ish oficer i shërbimit i Mi-5-s kundër zbulimit, jo të zbulimit, i cili tani është profesor në Cambridge, Roderick Bailey, t'ja u them emrin. Dhe i them, Roderick, nëse mundesh, unë kam marrëdhënie me të, ai ka bërë një libër shumë të mirë, mbi veprimet e OSS-s gjatë luftës në Shqipëri, shërbimit britanik gjatë luftës në Shqipëri. Dhe i them, nuk ka arsye, nuk besoj që ata ti kenë të tëra të mbyllura. Ti je i familiarizuar dhe nëse kanë deklasifikuar qofte 2 dokumenta nga ato operacione, të lutem, pa të prishur punë, ato janë legales, kanë kaluar 70 vjet tash. Për hir të vërtetës, Bailey mua dërgoi 2 dosje. Është për këto operacione, sigurisht nga ato ata kanë hequr, kanë selektuar, është normale. Selektuar? Normale është. Çdo shërbim, se mund të ketë gjëra nga ato që kanë lidhje edhe sot ata. Dhe nuk është budallat të t'japi dhe ato që vazhdon, domethënë. Por pjesën ndërmuese të tyre unë mora. Dhe të 2 shërbimet, edhe njëri dhe tjetri, dhe britaniku dhe amerikani, kanë punuar bashkarisht për trajnimin dhe për dërgimin e agentëve të tyre këtu në Shqipëri. Në të gjithë literaturën del ata që kanë shkruar anglezë dhe amerikanë janë shumë autorë, unë i kam ato.
të gjithë i shkojnë asaj që Kim Philby duke ditur se që po beshin operacion, se ishte oficer i shërbimit angles. Dhe jo vetëm kaq, po shkoj si oficer i ndërlidhjes në ambasadën britanike në Washington. Shumë mirë. Dhe duke ditur se çfarë bënin, ai ja u dërgonte sovjetikëve. Dhe sovjetikët ja dërgonin shqiptarëve dhe shqiptarët ngrenin kur dhe i kapnin. Absolutisht asgjë nga këtë. Ti je armik e kësaj teorie. Po s'ka si, ja t'ju them dy gjëra vetëm. Se këtu të kundërshtojnë ty shumë. Patjetër të më kundërshtojnë. Po s'ka, nuk më kundërshtojnë Amerikanët. Amerikanët do t'ja u them. Sa e bukur kjo. Më kundërshtojnë shqiptarët, thotë nuk më kundërshtojnë Amerikanët. Po me amator nuk dua të merrem me para një herë. Të më falësh për mënyrën e të folurit. Po jo, një njeri që nuk ka lexuar asgjë, po që i merr a priori ose ka dhe mlefe. Jo zotëri, historia bëhet mbi bazën e dokumenteve. Domethënë për gjithë ata që ta ndjekin, ta qartësojmë pak. Po do të. Ju, profesor Koçollari, jeni kundër teorisë që të gjitha dështimet e CIA-s këtu në Shqipëri dhe në bashkëpunim dhe me shërbimet sekrete të tjera erdhën si rezultat i spionimeve të Kim Philbit, materialeve që Kim Philby, që tradhtoi britanikët, punoi për Moskën, i dërgonte këtu. Ju jeni kundër kësaj teorie, sepse ka shumë nga ata që thonë që gjithçka erdhi nga spionimet e Kim Philbit. Tani më lejo të t'ja sqaroj këtë? Tani, jo të bëj një pyetje. Po, të më bësh. Tani, ata që kundërshtuan ose që bën që të dështonin operacionet e CIA-s, oficerët e shërbimit sekret shqiptar të sigurimit, nuk ishin ndonjë arsimim. Por jo, më lë të flas. Po unë të kuptoj që nuk ishin ndonjë arsimim. E ke gabim shumë që këtu që s'të lë të flasësh, për çfarë të flasësh? Okej, dorëzoj. Kush të thotë ty që s'kishin arsimim e s'kishin kulturë? Po çfarë ishin edhe? Ku kishin? Po të themun që kishte mbaruar akademinë, po të themun ty, midis të tjerave, nga ata kishin mbaruar, ka dy nga ata që kanë mbaruar akademinë ushtarake në Modena në Itali. Kush ishin këta? Po ka nga ata që kishin mbaruar veç të tjerave edhe në shkollën ushtarake 146 në Moskë. Po kishte nga ata që kanë mbaruar këtu, po si e konsideron ti ato shkollë teknike normale në të tjera? Arifulsi, po pse si i quan pa kulturë? E di si dilnin nga ajo shkolla ata të paktën artikulimin e anglishtes? Tani ti lëm këto, do t'ja u them edhe për këtë. Ju jeni duke thënë që ata kishin një arsimim të mirë dhe formim të mirë? Po patjetër. Sepse ne kishim idenë që ishin ca çoban, që donin ndalë dhe kapën para çoban ta mbaj kështu. Po unë shikoj dokumentat, unë shikoj gjithë si vitet tërve. Unë bëj pyetje këtu zotë Koçollari, më mirë kuptoj që ne duhet të sqarojmë ata që edhe unë atë po bëj edhe. Po, dhe ju thonë, ju i thi poshtë këtë. Po patjetër. Pse? Mi rendisni kundër argumentat. Më lejo tani. Së pari, themi pse nuk ishte Kim Philby. Pyetja e parë që shtrohet deri në çvit, dhe deri në çmuaj, dhe deri në çditë, Kim Philby ishte oficeri i shërbimit britanik në Amerikë. Kim Philby në muajin nëntor të vitit 1949 përjashtohet nga shërbimi. Nëntor 1949. Në këtë kohë Kim Philby, unë ju kam dhënë një informacion ka dhënë për Shqipërinë. E keni në rusisht dhe është i vetmi unik. Te libri Lufta e ftohtë. Po, është i vetmi dokument, s'ka tjetër. Dhe aty thotë që në drejtim të Shqipërisë po përgatiten grupe njerëzish për të vepruar si diversant për përmirësimin e regjimit. Kaq është thotë. Kaq. Në 49 në fund, në nëntor 49 Kim Philby përjashtohet. E dini pse përjashtohet? Sepse amerikanët kishin dyshuar që dikur jep informacioni. Për të tjera gjëra, jo ashtu. Ikën Kim Philby. Po e dini në momentin që Kim Philby të 49-ën. Operacioni fillon 53-ën? Jo. Ishim me etapa. Shikoni, i pari operacion fillon në Korik të 49-ës. Po grupin e parë, të hedhur 40 në Korik, ishte kapur. Përpara se të dilte ky. Përpara se të jepte informacionin Kim Philby. Dhe ata kanë shpjeguar për 4 muaj kush ishin bazat ku stërviteshin, ku ishin, kush ishin njerëzit që ishin akoma duke u trajnuar, kush ishin instruktorët, cili ishte qëllimi. Po këta ishin atje që ishin trajnuar vetë. Këta 4 që u kapën. Këta, do të ju jeni duke thënë që gjithë këta që u kapën, i kanë treguar. Po patjetër, po janë proces verbal, ata i shpjeguan edhe në gjyq të gjitha këto, më pas shumë vitesh, po. Dhe ato që thot Kim Philby me gjithë këtë informacion, po jo vetëm ata të 4 grupi parë, po ishin kapur dhe individ të veçantë që kishin ardhur, se nuk i dërgonin vetëm me grupe, po dhe individ. Dhe të gjithë informacioni tyre kryqëzoi dhe provoi saktësisht. Për shembull, ata shpjeguan që baza në Bari, Villa Maria, sa kilometra larg, me skica me tërë i kanë shpjeguar gjitha. Kush ishte instruktori që vinte dhe çfarë lëndësh bënin dhe trajnoheshin. Dhe ajo, informacioni Kim Philbit,
në nëntor 49 ishte pa asnjë vlerë përpara 4 muajve që kishin ngurumulluar informacione pafund sigurimi i shtetit. E para. Në 49 niku, po 49 as kishte filluar, 2 grupe ishin ndërguar. Gjithë operacionet e tjera janë 49, 50, 51, 52, 53, 54. Janë 6 vjet. Po si ishte më Kim Philby? Bile Kim Philby ndiqej nga kundërzbulimi anglez, si i dyshuar. Në këtë kohë Philby ishte në Moskë? Jo. Ku ishte? Kim Philby punoi si gazetar dhe kishte ndërprer të gjitha kontaktet me shërbimin sekret rus, sepse edhe ata e dinin që ata dyshoheshin për të dhe e ndiqnin hapasapi. Në 60-ën kanë shkuar amerikanët për ta ditur, sepse nuk ishte shkruar gjikundi, për ta arrestuar Kim Philbyn në Beirut, kishte shkuar si gazetar. Po. Dhe kanë vajtur në hotelin ku ashtu. Se gjithë? Ai thotë këtu ishte dhe ai ka dalë 10 minuta përpara, se do thotë që ata e kanë njoftuar që sipas jush kishte inteligjencë lartë Kim Philby? Nga ato që flitet, për shembull, është Graham Greene, besoj ju e dini, gazetari, është shkrimtar i famshëm dhe nobelist. Po ka qenë oficer i sigurimit britanik ai dhe kolegi Kim Philbyt. Dhe çuditërisht Graham Greene flet me konsiderat edhe për kulturën e tij. Unë marr çfarë thot një njeri i kulturuar, një nobelist. Thotë ishte në yll në ngjitje në shërbimin sekret britanik. Nuk përjashtoi që të merrte edhe funksionet më të lartin dhe Kim Philby duket që ka qenë i tillë, po për Shqipërinë nuk ka absolutisht. Të thash një që kur ai dha në 49-ën atëherë filluan operacioni, ai s'dinte se ç'do ndodhin mbas 5 vjetë, të gjitha grupet janë kapur 50, 51, 52, 53, 54. Kishte Shqipëria një e dyta. Kishte Shqipëria një Kim Philby të saj? Ka pasur oficer të sigurimit, atë që tham pak përpara, të kulturuar shumë. Shumë, Po. Agenturistë, mos flasim se thonë ca kam dëgjuar këtu që ishte atashe ushtar, nuk merret atashe ushtarak me punë agjenturore. Nuk merret me punë. As të përdoret si bashkëpunëtor atashe ushtarak. Këto janë kush ka lexuar pak dhe kush ka pak kulturë në fushën e inteligjencës, kur i dëgjon këto janë nuk merret atashe. Atashe ushtarak nuk merr me ai i veshur me uniforme të dalë ai tani ushtarak, të dalë ai takoj, e di si takojnë bashkëpunëtorët jashtë aty. Të se kanë idenë, flasin kështu. Që po të më kapin mua atje, para i shkon për spionazh ai që me cilin unë takoj, dhe unë si non grata për të mos thënë që përfundojnë në burgje ande. E dini si kanë përfunduar shumë janë, për shembull, të mund ty ka qenë këtë duash ti merr Penkovskin, merr Sorgen e këta që njëherë kapën në aktivitet. Cili jeni ju zoti Sorgen? Po, dhe iku ai shko u var. Po çifti Rosenberg? Çifti Rosenberg është tjetër, ata kanë qenë bashkëpunëtor, njëri ka qenë bashkëpunëtor. Po ai tjetri, jo i CIA i rusëve. Po pra, a ishin të shërbimit sekretësias? Jo. Çifti ishin agent të rusëve. Ata i jepnin informacion rusëve për rusëve, po. Për bombën atomike. Për bombën atomike. Ishin shkencëtarë atomike. Po mirë, nuk ishin po ishin bashkëpunëtor të rusëve, sekretë rusëve.